kryetarit. A mund të shona dhënë përgjigjen e vetëvendosjes sepse vetëm LDK-ja, jo PDK-ja dhe AK-ja? Siç e keni parë, lëvizja vetëvendosje përmes kryetarit apo kryeministrit Kurti është në fazën e konsultimeve me subjekte të ndryshme në Republikën e Kosovës me qëllim të konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe votimit të qeverisë së re. Dhe në këtë drejtim të gjitha veprimet tona kanë qenë publike, kanë qenë transparente, asnjë prej këtyre nuk e kemi mbajtur fshehur, larg syve të opinionit publik apo larg mediave. Prandaj deri në seancën konstituive janë edhe 7 ditë, pra deri më 15 prill. Natyrisht që nuk e përjashtoj mundësinë që brenda këtyre 7 ditëve do të ketë veprime tjera, do të ketë përpjekje tjera për takime. Prandaj në këtë rast kryeministri Kurti, kryetari Kurti ka ftuar për takim Lidhjen Demokratike të Kosovës për nesër apo për pasnesër, me sa kam parë letrën, janë 2 ditë në disa orare që janë propozuar. Pra qëllimi është konstituimi i kuvendit duke pasur parasysh që nuk konsiderohet që kuvendi është konstituuar pa u zgjedhur kryetari dhe të gjithë nënkryetarët e Kuvendit të Republikës Kosovës. Ajo çka dihet tani për tani është emri i kryeministrit. Nuk dihen emrat e personave të tjerë të cilët do të mbajnë pozicione tjera qoftë në qeveri, qoftë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ajo çka dihet është që kryeministri i ardhshëm do të jetë Albin Kurti dhe qeveria e Republikës së Kosovës shumë shpejt do të votojë. U përmendën 2 skenare prej konjumsës, skenari i parë që veç deri në zgjedhjen e presidentes dhe skenari tjetër që mundet të vazhdu qeveria e re. Cilit skenar i përgjigjeni? Ne po presim që të konstituohet së pari Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ju e dini që qeverinë mund ta bëjë lëvizja vetëvendosje dhe në anën tjetër nuk mendoj që mundet opozita ta bëjë qeverinë si e vetme. Prandaj duke qenë kështu, o e bëjmë qeverinë ne, o shkojmë zgjedhje. Dhe ne jemi interesuar që ta bëjmë qeverinë, dhe unë jam i bindur që qeveria do të bëhet, por natyrisht që së pari ka një rënd të gjërave këtu, pra së pari konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës e pastaj janë afatet që përcaktohen me kushtetut për zgjedhjen e qeverisë së re.